Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. U martova me armikun e familjes time. U martova me njeriun që familja ime e urren. E di që tingëllon si një histori filmash, por është realiteti im. Dhe çdo herë që e tregoj këtë histori, zemra më re më fort, sepse është një plagë që nuk është shëruar kurrë. Gjithçka filloi thjesht si një rastësi. Një ditë e zakonshme, një takim i papritur, një bisedë e shkurtër. Ai nuk ishte tipi idealit që prindrit e mi do të miratonin me njëherë. Kishte një të kaluar të vështirë, një jetë me gabime që njerëzit ende ja përmendnin. Ishte i heshtur, i mbyllur në vete, por kishte një shikim që të mbërthente. Në sytë e tij, unë pash dhimbje, pash plagë të thella, por njëkohësisht pash edhe një shpirt që kërkonte dhe donte të dashurohej. Dhe ndoshta, kjo ishte arsyeja pse u tërhoqa kaq shumë prej tij. Në fillim ishte thjesht shoqëri, biseda të vogla, takime të shkurtra, një kafe, një shëtitje, por me kalimin e kohës fillova të ndihesha ndryshe. Sa herë më shkruante, zemra më rihte më shpejt. Sa herë më shikonte, më dukej sikur koha ndalej. E kuptova se po dashurohesha. Ai më bënte të ndihesha gjallë, e kuptuar, e pranuar. Më dëgjonte si askush tjetër. Por sa më shumë rritej dashuria jon, aq më shumë shtohej urrejtja e familjes time ndaj tij. Kur prindrit e mi mësuan që unë po shoqërohesha me të, gjithçka ndryshoi. Nëna ime më tha se po turproja familjen. Babai im u bë i hashpër, më kërcënoi se nëse vazhdoja me të, nuk do më njihnin më si vajzën e tyre. Ata e shihnin si një njeri të rrezikshëm, si dikë që do të më shkatronte jetën. Ata nuk e pan kurrë njeriun që pash unë. Ata nuk besuan kurrë se ai kishte ndryshuar. Për ta, ai ishte një gabim i përhershëm. Luftova shumë, u përpoqja t'i bindja, u përpoqja t'i tregoja se sa shumë ai më donte, se sa shumë kujdesej për mua. Por çdo fjalë binte në vesh të shurdhët. Grindjet në shtëpi nuk mbaronin kurrë. Netët i kaloja duke qarë, duke menduar se çfarë duhet të bëja. Zemra ime ishte e ndarë në dysh. Nga njëra anë familja ime, gjaku im, nga ana tjetër, dashuria ime, njeriu që më mbante dorën kur isha e thyer, njeriu që më bënte të qeshja dhe kur gjithçka tjetër dukej e errët. Mbaj mend një natë kur ai më tha: "Unë nuk dua të jem arsyeja që ti humb familjen tënde. Nëse do të më lësh, e kuptoj." Lotët më rodhën pa pushim. Si mund të zgjidhja mes tyre? Si mund të sakrifikoja njërin për tjetrën? E dija që çfarë do zgjedhje të bëja, dikush do të plagosej. Por zemra ime foli më fort se çdo gjë tjetër. Nuk mund ta lija. Nuk mund të jetoja me idenë se humba dashurinë e jetës time, vetëm sepse të tjerët nuk e pranonin. Vendosa të bëja hapin më të madh të jetës time. Vendosa të martohesha me të. Ishte një martesë e thjeshtë, pa zbukurime, pa muzikë, pa familjen time. Vetëm unë, ai dhe disa miq që na mbështetën. Nuk kisha fustanin e bardhë që kisha ëndërruar gjithë jetën. Nuk kisha duart e prindërve që të më uronin, por kisha atë. Kisha dashurinë tonë, dhe kur thash po, ndjeva sikur zemra ime shpërtheu nga gëzimi. Ishte dita më e bukur e jetës time, por njëkohësisht edhe më e dhimbshmja, sepse e dija që tashmë isha në një rrugë pa kthim. Kur familja ime e mori vesh, gjithçka u shkatrua. Babi im më tha: "Nga ky moment ti nuk je më vajza ime." Nëna ime nuk më foli më, nuk më telefonuan, nuk më vizituan, nuk donin të dinin më asgjë për mua. Ishte sikur nuk ekzistoja më për ta. E ndjeva peshën e kësaj zgjedhjeje çdo ditë.
Kam qarë ne të tëra duke menduar nëse bëra gabim. Jeta ime me të nuk ishte e përsosur. Kishim vështirësi, kishim probleme, kishim ditë të errta, por kishim dashuri, kishim njëri tjetrin dhe kjo ishte ajo që më mbante gjallë. Megjithatë, bëshllëku i familjes nuk u mbush kurrë. Ka ditë kur shoh fotografitë e vjetra, kur dëgjoj zërin e tyre në kujtesë, ndjej një dhimbje të thellë në zemër. A ja vleti? Nuk e di. Ndoshta çdo zgjedhje e madhe në jetë sjell një humbje. Unë humba familjen time, por fitova dashurinë dhe sot pas gjithë asaj që kam kaluar, e vetmja pyetje që më mundon është kjo. Nëse do të ishe ti në vendin tim, çfarë do të bëje? Do të zgjidhje dashurinë apo familjen?